Gostivari sot tregoi një shembull frymëzues të vetëdijes së lartë qytetare dhe bashkëpunimit për të mirën e përbashkët. Duke u bashkuar kampanjës pastrimi gjeneral në fundjavë, u mbaj një aksion ekologjik i organizuar nga Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me organizata jo qeveritare si dhe kompani që mbajnë përgjegjësi shoqërore. Në këtë formë, qytetarë të rinj, nxënës e përfaqësues të institucioneve publike, organizata jo qeveritare dhe vullnetar u bashkuan për të dhënë kontributin e tyre në pastrimin e hapësirave publike në qytet. Këtij aktiviteti i u bashkangjit edhe kryetari i komunës Valbon Limani, i cili theksoi se kjo iniciativë nuk është vetëm një pastrim simbolik, por një mesazh i fuqishëm për përfshirjen e komunitetit në ruajtjen e mjedisit dhe ndërtimin e një kulture të mirë ekologjike. Aktivitet tradicional i treti me radhë në komunën tonë. Mblidhemi komuna së bashku me shkollat e mesme dhe shkollat fillore, nxënësit si dhe me organizata jo qeveritare dhe kompanitë të cilat kanë përgjegjësi shoqërore. Këtë vit në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, me bashkëpunim me organizatën Pozitiva B nga fshati Vërtok, kompaninë EVN, do në 2 pjesë të qytetit do të bëhet pastrimi i qytetit. Është një aksion i mirë pritur dhe në të njëjtën kohë është një mesazh deri tek gjithë qytetarët tonë që të kujdesemi sa më tepër për ambientin tonë me qëllim që ta bëjmë Gostivarin vend më të pastër dhe më të mirë për të jetuar. Limani u shpreh i kënaqur me angazhimin e ndërmarrjeve komunale në aspekt të higjienës së qytetit, por për një qytet më të pastër kërkoi edhe bashkëpunimin e qytetarëve. Në këtë aksion marrin pjesë edhe 2 ndërmarrjet e komunës së Gostivarit. Jemi të kënaqur me punën e tyre, mirë po prapë do të apeloj që edhe qytetarët të na ndihmojnë që të ballafaqohemi më mirë edhe me menaxhimin me mbeturinat, por edhe me pastërtinë publike në qytetin tonë. Ndryshe, për të 500 vit me radhë, Maqedonia është mikpritëse e ekoaksionit më të madh vullnetar pastrim gjeneral në fundjavë, i cili zhvillohet për 3 ditë me radhë, sot, nesër dhe pasnesër. Aksioni zbatohet në më shumë se 500 lokacione në të gjitha komunat, me që rast mira vullnetar këto 3 ditë kontribojnë për një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm për të gjithë.